Ky obor dhe kjo vil e familjes Shiaku, të cilit vit janë? Datimi flitet për vitet 1400. 1400? 1400. Është një nga shtëpiat më të vjetra në Ballkan. Monument kulture, ruhet dhe mbrohet më së miri nga shteti. Nga keni ardhur në këtë zonë dhe përse në këtë hapësirë të Tiranës? Zona që është këtu quhet Kodra e Kuqe dhe duke menduar që ka qenë një nga pikat strategjike të qytetit Tiranës. Qëndron në një kodër ku nga njëra anë ka pjesën e lumit edhe që kur kemi qenë të vegjël u dukte mali i Dajtit, edhe gjitha kodrat edhe pra ishte një pikë strategjike komplet shtëpia e Shiakësve. Ky monument kulture i kategorisë parë që është sot në guidën turistike të qytetit Tiranës dhe bën pjesë në një nga veprat, si me thonë, sepse duke qenë edhe një monument kulture i një galeri arti e mirëfillt e Sali Shiakut, duke pasur se nga ana e arkitekturës si shtëpi me frengji, siç ka qenë gati për pikat e veta të luftimit, ajo ka qenë edhe, sepse duhet të mendojmë që këtu është bërë edhe epopeja e luftës Vojokushit. Tu brenda është vrarë Vojokushi, që ka luftu 3 herojt e Kodrës Kuqe, Gjoxhi Martini e Sadik Staveleci. Në këtë pjesë, neve për turizmin kemi menduar që të ketë jo vetëm filmime, jemi duke komunikuar, domethënë, jo vetëm për filmimet e vjetra që janë, që nga ajo periudhë, edhe në periudhat e ndryshme pastaj, por të jetë një bar, një restorant, të ketë galerinë e artit dhe këtë bunker që kemi menduar që ta kthejmë pastaj në kantinë vere, sepse njerëzit nuk duhet të mendojnë vetëm për luftar, por ato edhe duhet të frejnë edhe për verën në tokë. Duhet të frejnë edhe për verën në tokë, sepse është ambienti i tillë. E ja ma tregon një herë, kaloti përpara se edhe me këto gurët kështu i rrethuar. Ky ambient këtu është hyrja. Hyrja është nga ana lindore e shtëpisë. Hyrja është e ngushtë dhe duhet ishte në stilin hardcore, por edhe kamuflazh. Pra, duhet ishte në përpem, thellësia hecën deri në 6 metra, thellësia ka puset përreth, në të cilat është e mundur që të ketë ujtin e brendshëm dhe autonom, pa qenë e lidhur me ujtin e qytetit, nëse do të ishte apo mendohet për një bombardim, sepse gjithmonë njerëzit duhet të kenë masat paraprake, duhet merren masat paraprake. Këtu për shembull duke qenë edhe monument kulture, duke qenë edhe një vend dhe pikë strategjike turistike, kjo është shumë e nevojshme edhe për turistët, sepse duhet jo vetëm neve që të na mbrojë, por edhe turizmi duhet jetë i sigurt në momentin që vjen në për këto pika turistike. Hajde shohim mirë sigurinë e bunkerit tuaj që rrethon gjithë perimetrin e shtëpisë, besoj. Po, gjithë ky përbëhet nga portat e blinduara. Hajde beton, hajde. Portat e blinduara janë gati në 12 cm. Portat e blinduara. Këtu vendosej është hyrja me kanalizimet e poshtme. Pra këtu gjendemi 4 metra nën tokë. 4 metra nën tokë. 4 metra nën tokë. Kjo u bë për arsye nëse do të shikojmë planin. U bë për arsye që nëse do të kishte një bombardim, duhet që kjo pjesë të vinte pjesa e shpërthimit e rrezës, duhet të ishte mbi nivelin e tokës. Pra, domethënë, prandaj u bë kështu në thellësi që të kishte edhe në pjesën e bombardimit që për nukleare
edhe për atomike dhe bombardim aviacioni. Qartë. I vogël ke hyrë këtu brenda? Po, në para shumë vitesh, kur kam qenë 6 vjeç, neve bëjshim fazën përgatitore, në qoftë se dhe ishin ato me sirenët e alarmit. Në fillim, sipër ke niç elektriku, gjendet një sirenë e madhe alarmi. Dhe në mëngjes, për shembull në orën 3 natës ose 4 të mëngjesit, fillonte sirena e alarmit. Dhe secili nga neve, çdo banor duhet që të merrte edhe të ishte i gatshëm dhe të merrte ushqimet e duhura me vete, aq sa kishte mundësi me shpejtësi për me marr, dhe me anë të rënies së sirenës alarmit, me i herë duhet që të futeshim në përstrehimet e duhura dhe secili kishte vendin e vet. Po, siç më the pak më parë. Ishin disa mënyra për spostimin ton, që o do të futshim në këtë tunel, sepse i gjitha shtëpia rrethohet me tunele, ose ndryshe sepse ishte tuneli C, ishte tuneli 3 edhe tuneli 4. Çfarë tuneli është ky? Ky është treshi. Treshi, ëh? Po. Hajde një herë numri 3. Por fëmijët për shkak mund të kishte mundësi që të merreshin edhe të niseshin edhe duhet fëmijët për shembull të ikshin edhe për në mal. Se kishte 2 rrugë. Po. O duhet vite ushtria për shembull, se një herë na kanë futur brenda dhe një herë na kanë çuar për në mal. Edhe jemi nisë gjithë për mal me kamionat e ushtrisë. Dhe duhet shkojshim në përbanesat e fshatarëve dhe kemi hangër bashkë me fshatarët. Po, kemi qenë gjithë bashkë. Ndërsa prindrit tanë ishin gati për luftë dhe ishin të veshur me armatimin luftarak. Nëna ishte ke forcat vullnetare, ndërsa babi ishte shef i artillerisë të Akademisë së Arteve. E pas ke zbukuruar edhe me këto janë gjitha origjinale shpirtëror të shqiptarëve. Këto janë origjinale të gjitha, këto janë prodhimet shqiptare. Po. Të ndërlidhjes, sepse në moment që do të fillonte lufta, ndërlidhja duhet ishte pika kryesore që të merresh vesh se çfarë ndodhte jashtë territoreve. Pra çdo gjë duhet ishte funksionale, bateritë, akumulatore duhet ishin në gjendje funksioni. Kjo është një prodhim shqiptar. Edhe kjo është një nga radio marset e asaj kohe, ku me anë të kësaj dhe me anë të antenave duhet që të merrte vesh komunikimi me bazat luftarake që ishin jashta Tirane. Të ka thënë baba Sali Shiaku ose dikush tjetër nga shtëpia, kur e ka marrë këtë lloj forme ky bunker strehim? Po, strehimi fillimisht ka qenë, siç e thamë, prej guri. Po kur e ka marrë këtë lloj trajte me betonin? Pastaj me betonin në vitin 1972, kur me fjalë në datë që ato ditë që kam lindur, ka filluar edhe ndërtimi i këtij bunkeri. Ky ka një formë hardcore, që është për goditjet e fuqishme, sepse tani ne ndodhemi këtu shumë poshtë në tokë, dhe jo vetëm, po ke pjesa e sipërme ka një shtres bazament betoni, dhe pastaj plus kjo edhe shtresa, po dhe shtres guri sipër. Është një shtres guri që nëse do të ishte për bombardim, duhet që bombat të goditeshin godisnin nëpër gur. Këtu është një hartë shumë e vjetër, që ishte top sekret, një hartë sekrete, faktikisht duke kuptuar që të gjitha tunelet, strehimet, bunkera janë në gjendjen në tokë dhe duhet një aerosje shumë e mirë dhe ventilim. Shtabi i përgjithshëm. Po, harta është origjinale ku tregohen të gjitha pikat e luftimit ose pikat dhe bazat kryesore se ku ndodhen këto baza. Po pastrohet çika të harta. Bëhet çik më. Harta është siç e thash, gjendet në një gjendje pak kështu, sepse neve edhe nuk kemi dash me e lujt dhe kemi dash gjërat të jenë ashtu siç kanë qenë atëherë. Është shumë i madh orkes. Po, bunkeri është shumë i madh, jo vetëm, po duke kuptuar edhe që po të kontrollohet, këto janë të aspiratorët e ajrimit, por aspiratorët e ajrimit në momentin që do ndodhte diçka, urdhri ishte
që aspiratorët e aerimit të bllokoheshin nga sipër. Ka një lloj tape që Ka një lloj valvule të cilën duhet që ta bllokosh për arsye që mos të hyjnë rrezatimet e atomit apo e lëndët kimike apo qoftë edhe predhat dhe jo vetëm, po kjo ka dhe një diçka tjetër sigurie që përpara në ato kohë tubacioni i ventilimit ishte në formën e harkut, që nëse dikush do të donte për shembull që personave që gjenden brenda t'i hidhte i bombë, do t'i shkonte dhe do t'i ktheheshe mbrapsht. Edhe jo vetëm, po ishin të sigurt në të gjitha pikat. Këto ishin radiokomunikimi, këtu duhet të shkrute gjithë gjendja e situatës, ishin radio marset edhe dhënset. Kjo, po të shikoni këtu, është libreza ime ushtarake, që në moshën 16 vjeçare, unë kisha të drejtë që të fuça tek forcat e armatosura dhe t'isha gati për gjendje lufte. Kjo është origjinali. Ma ta lexoj çik këtë. Kujtesë, çdo shtetas i RPSSH-s ka për detyrë të jetë kurdoherë luftëtar i denj, besnik dhe i papërulur deri në fund, i gatshëm në çdo çast për të luftuar kundrejt kujdo që do të gëzoj të prek vendin ton dhe të mos kursej asjetën për mbrojtjen e interesave të larta të popullit, atë dheut me atë të madhe, revolucionit dhe socializmit. Po. Vdekje fashizmit. Kjo kishte një numër, jo vetëm, po kjo kishte edhe një numër, është daton në datën 1988 dhe kishte një numër. Ushtar i vitit gjendja personale, ushtar i vitit 1972 dhe 852 ishte numri ushtarit. Kjo ishte prej hekuri, e cila duhet të varen në qafë. Si medalioni, ja? Po, duhet varen në qafë që nëse momenti që ndodhe diçka, apo plagosja, apo shumë, duhet që të identifikojshin personin. Qartë. Kjo është origjinalja e asaj periudhe dhe ndodhet akoma këtu. E ja shkojmë pak më këtej të shohim ç'ndo. Këtu ishin pjesa e varsëve të rrobave. Ke fillu me amortizu dhe verë këtu të qirë. Po, sepse kjo ka qenë për predhat faktikisht, mirë po neve e kemi kthyer këte, sepse kemi gati 60 deri në 80 turista në ditë që vinë, po, sepse po të shikosh edhe formën e këtyre predhave të mortajës, janë fiks vëndet. Dhe neve kemi menu që me qenë se nuk kemi më predhat, edhe të vendosër shishet. Po, kemi vendosur, ja, po vendoset kjo. Shkon tamam me formën pas ka i qikuj, vetëm pak. Po, patjetër, sepse edhe erozioni i kohës, për shembull se pemët që janë lart, për shembull fillojnë të shtohen, kanë ndryshuar situatën. Kurse në atë periudhë këto modifikoheshin edhe bëheshin Ç'është ky vendi këtu? Eja pak eja? Po, këtu është një pjesë. Po. Wow, ku shishi e paske kompletu me drita. Ska që mund ta fikim atë, Atëherë, ky ishte pjesa e ventilimit. Ja shkojmë pak te në fund, shohim pak. Çeka fantastike. Po. Kjo gjithmonë duhet me i ul kokat, po, gjithmonë duhet me ul kokat sepse portat janë blinduara dhe janë bërë apostafat të ulura, që me anë të shpërthimit kishte mundësi që mos i afrohej kokave shpërthimi. Do me thënë, Gesi, një hyrje, një dalje, ose e kundërta? Po, një hyrje, një dalje. Pastaj këtu lart, në dalje kishte, sepse kjo evolonte me anë të kalimit të kohës. Lart ka qenë edhe një sallë gjyqi, që në qoftë se për shembull do ndodhte diçka, duhet kalojshe nëpër sallat e gjyqit që ishin sipër dhe ishte qendra e frontit sipër. Po. Lart. Megjithatë, kjo ka ndryshuar me anë të kalimit të kohës dhe Po, më trego pak, tani gjithë ky vend i përsosur, i rregulluar, është mirë, është goxha mirë. Në raste lufte, tërmeti, hallesh të qytetit është goxha mirë. Ku është tualeti i këtij vendi? Ka tualet? Po, këtu në fillim njerë, kur në momentin e hyrjes, ja ku ka qenë edhe shkrimet, një pas here ndalohet duhani. Duhani. Nuk u lejonte për arsye që të aspirimit. Interesant. Ndërsa brenda këtu, porta ishte gati 20 cm e trash, ku këtu do t'ishte edhe infermeria, edhe pjesa e banjove e tualeteve. Këtu janë tualetet, Këtu janë tualetet, në një pjesë ishte tualeti për femra, edhe një pjesë ishte tualeti, po, edhe ishte për meshkuj.
Ndërsa këtu me anë të pusit, sepse nga ky krah për ne ka lagështir aty, vjen pusi që të kishte depozitat e ujit, duhet ishin autonome. Dhe i gjithë bunkeri duhet ishte me anë të ujrave autonome, që ujti të vinte këtu. Dhe nëse do të ishte problem, duhet të kalojshin nga atje, të kalojshin ke infermeria, të fuqin brenda dhe të bëjshin dushën nëse do të ishin të kontaminuar me armët kimike, ose atomike apo çfarë ishin ato. Dhe këtu, kjo pjesë ishte një port tjetër e blinduar, po dhe kjo 20 cm dhe u fuqe brenda infermerisë. Qartë. Por brenda infermerisë duhet të rrinte një komandant dhe këtu ishte edhe ndërlidhja, brenda infermerisë ishte edhe ndërlidhja me alfabetin Morse, që të kishin mundësi për me komuniku me pa gjendjen se çfarë ndodhte atje. Në disa raste kishte edhe një pjesë të armatimit që mbajnë në këtë sallë. Për rojet, u komunikonte nga këtu, komunikonte me anë të rojeve, me anë të një filtri që ishte dhe një dere të blinduar, që ishte me një port e vogël, domethënë që ishte blinduar dhe hapshe me anë të një saracineske, që të kishe mundësi komunikimi me rojet nga ana tjetër. Këto janë të vjetra, ishin siguresat e pjesës ku do të botëshin lidhjet e ato. Si gjenë më sot me porcelan? Janë të vështira për me i gjetë. Megjithatë, këtu tjetër ishte një port tjetër e blinduara që ishte prej rreth 50 cm. Këtu, po, kjo port ishte për arsye sepse kjo port e blinduar shërbente që nëse dikush do t'u vriste apo dikush do t'i nothë i gjë, mos kishte lidhje, ishte si kamera al dente, domethënë si dhoma e morgut. Këtu strehoi edhe pallati që është afër, që është pranë jush. Kjo pjesë është ndërtuar sepse edhe për pallatet, secili pallat ka pas edhe bunkerat e tjerë nga ana tjetër. Po në momentin që sepse në ato kohë baba ishte sekretar i presidiumit të Kuvendit Popullor, edhe ky bunker, po, ishte deputet dhe sekretar i presidiumit të Kuvendit Popullor. Ky bunker nuk ka shërby vetëm në ato kohë domethënë vetëm në ato kohë, në kohën e socializmit, si më thonë, por ka shërby dhe më vonë. Në vitet 1990 ky bunker nga këtu janë bërë shumë transmetime, sidomos për luftën e Kosovës. Dhe duke qenë se babai në atë legjistraturë, ishte se nga sa e dim, nga kjo shtëpi kanë dalë edhe shumë heroj, për shembull siç është Skerdilajt Bardyl Llagami, që ishte komandant Shpendi. Ka qëndruar këtu? Në luftën e Kosovës, po jo vetëm që është rritur në këtë shtëpi, por komunikimet që u bëjshin me luftën e Kosovës, me Kosovën, me anë të radiomarseve dhe kështu, dhe përgatitjet që u bëjshin, sepse Adem Jashari bashkë me Sali Çekun edhe persona tjerë janë stërvitur, siç e dim, në malet e Tiranës, edhe në periudhën e Ramiz Alis. Qartë. Dhe atë periudhë baba ishte sekretar dhe kishte shumë lidhje me Kosovën, që kur se kishte shkuar më përpara, kishte qenë profesor atje dhe domethënë ka shërby, gjithmonë ky ka qenë në shërbim edhe vazhdon që të jetë në shërbim, herë për të mirë e herë për të keqe, për miq e për armiq. Gjesi, ku jemi këtu? Pasi dolëm nga strehimi. Këtu jemi ke qendra e frontit, që ishte për votime ose që i thoshin edhe salla e gjyqit. Ka qenë mbuluar apo kështu? Ka qenë mbuluar. Po, e mbuluar, biles ka qenë në dy variante, një ka qenë këtu dhe një tjetër ka qenë pak më mbrapa, ka qenë dy qendra fronti. Ndërsa kjo pjesë tu ishte edhe shërbente për edhe për pjesën e votimeve. Në bëjshin sallë mbledhjesh e kështu. Mirë po neve e kemi bërë sepse gati në çdo javë kemi turista që vinë nga gjithë bota,
Por në këtë pjesë neve shërbejmë edhe produktet tona që marrim nga mulliri dhe me kazanin e bakrit zjejmë rakinë ose bëjmë edhe produktet e verës ku të kenë mundësi edhe njerëzit për me ardhë që me shiju jo vetëm muzeun që kemi bërë, jo vetëm galerinë e arteve, jo vetëm shtëpinë e Salish Jakut, piktorit popullit, por që të kenë edhe mundësi që të pinë një gotë verë apo që jojnë produktet tona të gjuetisë. Sa raki bën në vit? Me përvërsi. Këtu, ë? Bëjmë gati 100 litra raki, po 100 litra që shërben edhe është bio, nga rrushi jonë që kemi atje në mullet, nga vreshtat tona dhe nga pjergullat tona të mullirit. Do na tregosh çikë verën si është? Po, kemi tipet e verave, edhe kur vinë turistat, neve nga herë kemi vënë edhe këto bicikletat që janë këtu. Çfarë historie kanë bicikletat? Më trego pak. Njëra ka qenë bicikleta Kjo është grash, po? Është grash, 28-çe. 28-çe është kjo? Njëra ka qenë bicikleta e nënës, ndërsa tjetra ka qenë e Salish Jakut. Kjo është e mamit tënd, kjo është e babait. Shumë Tjetra është e babit. Që kanë të mirëmbajtura, që duken që janë të mira. O, po. Ja, ku e hapëm. Deri herë të dyre ta no asë bicikletë. Edhe këtu kemi edhe këto. Mere këto. Po. Hajde gëzuar. Kemi edhe këto për çuna. Gëzuar. Edhe faleminderit për mirëpritjen. Këtu vera derdhet lum, si e thon. Edhe është në rolin e shampanjës, është një shampanjë shqiptare, gati, po është një nga verat që nga kohët e ilirëve, edhe deri në ditën e sotme neve e kemi shërbyer në këtë shtëpi gati për 300 vjet, se edhe ilirët thonë përdoreshin një verë të mirë mjalti. Gëzuar nga familja e Salish Jakut në qendër të Tiranës, aty ku dikur i thonin te Kodra e Kuqe. Te Kodra e Kuqe. Te Kodra e Kuqe. Te Vera e Kuqe. Te Vera e Kuqe. Shëndet, gëzuar. Shëndet.